zoti Klosi, protesta masive me shumë njerëz, me thënë drejtën, pavarësisht nga numërimi që bën zoti Balla, dije nuk i numëroja ai se ishin vërtet shumë. Kanë shpërthyer në vend fillimisht për çështjen e Zvërnecit, po duket tani ajo është spostuar. Zvërneci ka qenë si thua siç ishte kjo çatia e aeroportit në Novi Sad, ku njerëzit vazhduan pastaj, po doli punë e çatis, u ngritën njerëzit dhe tani duket se janë zgjeruar kundër klasës politike, gjithë klasës politike në Shqipëri. Dhe kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e qeverisë. Si e lexoni ju këto protesta? Tani, natyrisht protestat kanë pasur gjithë, le të themi, facilitetet që vijnë nga qeverisja për të realizuar ato, pra bëhet fjalë që kemi një ambient krejtësisht miqësor për realizimin e këtyre protestave, ka ndryshim shumë të madh edhe në mënyrën e lejimit të bërjes protest nga forcat politike në Shqipëri, se si do në aty është situatë paqësore, asnjë incident, asnjë, le të themi, sforcim nga pikpamja e rendit publik. Është një protestë që siç e thënë edhe parafolsi, po që thonë një proteste e bukur, sepse s'ka asnjë tension. Pastaj numri, kërkesat edhe kush janë zëdhënësit e protestës, to do të priten për ta parë. Deri tani zëdhënësit protestës kanë dalë përfaqësues të këtyre partive të vogla, që para një viti u ballafaquan me realitetin dhe morën një rezultat shumë dobët për sa i përket votës dhe mbështetjes popullore në shkallë vende. Protesta, sapo e dëgjova parafolsin që thotë që qeveria do t'japi dorëheqjen, nuk e gjej arsyen pse qeveria duhet t'japi dorëheqjen, është e vërtetë ajo që thatë ju nisi nga Zvërneci, nuk është e njëjtja, le të themi, paralele me protesta Stërbi ku vran qytetar nga aksidenti në Novi Sad, është një protestë për një investim që me sa duket tani, po dakord, po gjithë shkaku, po shkaku tani për sa diskutohet, pothuajse të gjithë kanë rënë dakord që ai investim do të shërbejë turizmit shqiptar dhe realisht kalojnë ditët, po le të themi ka një lloj tani një lloj analize, çfarë po ndodh, sa i shërben turizmit shqiptar ajo investime, sa i shërben gjithë ky debat. Pra nuk mund të them që kush është kërkesa e vërtetë e protestuesve, sepse kërkesa dorëheqje, siç e tha dhe parafolsi që do t'japi dorëheqjen se kështu e ka dhënë për të gjithë Evropën. Shohim kudo në Evropë protesta, shohim kudo protesta dhe shumë më të forta, shumë më të mëdha, shumë më të dëmshme. Kujtoj Francën, Greqinë, po ashtu me që e kemi fqinje dhe kudo ku bëhen në Evropë, nuk kemi dorëheqje të qeverisë, ka kërkesa që negociohen. Akoma nuk kemi një, le të themi, kërkesë konkrete nga pikpamja e protestuesve. Vetëm kërkesë është që, le të themi, të vazhdojë protestën nga ana e tyre e qetë. Besoj që këtë tashmë protesta e ka fituar, ndihen të qetë, dalin me familjarë, me fëmijët, me në rinë disa orë në shesh, asnjë incident, asnjë, le të themi, fërkim nga pikpamja e institucioneve. Shëtitin je duke thënë ti. Pra, janë duke bërë një protestë paqësore që ka dhe këtë pjesën e, le të themi, e memeve, pankartave, le të themi, ideve simpatike në protestë, po nuk kemi një kërkesë, nuk kemi një kërkesë specifike. Pra të themi që protesta bëhet për këtë dhe kush janë zëdhënësit të protestës. Thashë, të vetmi zëdhënësit të protestës, deri tani janë disa përfaqësues të partive të vogla që duan të marrin, le të themi, forcë nga protesta, por që besoj që nuk do ja dalin dot ta realizojnë atë. Unë mendoj që atë që thatë ju, për sa kohë që s'kemi një, le të themi, kërkesë specifike, me kërkesa specifike për të diskutuar, mendoj që kemi akoma kohë për të pritur dhe për të parë se çfarë do të kërkojnë protestuesët. Po përsa i përket Zvërnecit, mendoj që tashmë është krijuar një bindje që investimi në Zvërnec, kur ai të vi si projekt, natyrisht si projekt arkitektonik, si projekt turistik, por padyshim edhe si projekt mjedisor, për ta diskutuar nga pikpamja mjedisore se si ndikon në atë zonë, ne nuk kemi çfarë themi, besoj kemi një konsensus tashmë, të paktën sa kam ndjekur edhe daljet publike të shumë faktorëve, që ai investim i bën mirë Shqipërisë.
Se ju tha diçka dhe për Pa memet. rrez për Shqipërinë, është Në ai? fakt, sigurisht, po në fakt kishe një memet jashtëzakonshme sot që ne përcollëm një tjetrit, ishte një djalë i ri që mbante në presh mbante një portret të madh dhe ishte Sazan Nguri aty. Dhe vetëm këtë Sazan kemi për të shitur thosh. Regjia kur ta po ta ketë atë ma nxjerr mua pas pak se ishte bukur shumë. Sazanin e kemi për të shitur dhe mund ta marrit thoshin, po jo këtë Sazanin e ishull, e kupton? është pronë publike është. Sazani i ishull është pronë publike, nuk është Po Sazanin tjetër? biznes. Po publik është edhe ai tani. Sazani është Po këtë kemi, të është vetëm, tani për tani. Tani, personalitet. po. Tani, goxha njerëz, keni në një farë shqetësimi kështu apo jo? Thash një... Aulanti i nëmëron këta, por nuk i nëmëron të mirë, i nëmëron si Luri Basha. Si e Mund mendon? Taulanti që i thot Rama, se Rama tha janë 2000 veta. Mund thot Taulanti që janë 3000 kur i ka Rama nuk ka thënë thënë shefi. asnjëra si numër, ka thënë që në takimin e fjerit që ne ishim në një nga këto takime tona, që janë planifikuara prej muajsh për sa i përket Rama në përgjigjen që tha për BBC-n, tha janë 2000 Ka më veta. shumë njerëz ta se sa takimi që po bëhet paralel në Tiranë. Po nuk ka dhënë, besoj, asnjëherë nuk Jo, ka ke dhënë shkruar. shifra. Po Nuk e lexoke me vëmendje. Çfarë dëgjova live në E ka fjer? thënë si kryeminist. Çfarë dëgjova live në fjer dhe besoj që tani që jemi në këto kushte, pra në kushtet e paqta të demonstrimeve, çdo edhe në kushtet e, le të themi, pas një incident, pas një tension, padyshim nuk është më shqetësim mbledhja e njerëzve dhe në këto përmasa që bëhet fjalë. Po kjo është me inteligjencë artificiale, kjo s'është e vërtetë ajo që ke vënë mbrapa ti. Kush e zotëri, po unë ato çfarë më Nuk sjellin? jena i shumë. Ajo inteligjencë Haroje. artificiale nuk e përdorin këta të mit, akoma. Mos janë nga to, po shi sa duken aty olla. Të duken 2000 veta aty ti. Do Popullat, të jetë falsifikim patjetër. po çfarë popullat? Jo, nuk marrin falsifikim. Ha? Marrin falsifikim. E po atëherë s'janë 2000. Jo pse aty do të vim në atë diskutimin. Jo. Tani, Pa hyrë në diskutim, po kjo nuk është i fodër reale. Ha, s'është, Qartë që ha? nuk është. Ja, shikon edhe nuk është reale, thotë, Pa gjë që nga e keni marrë regjise nga Tirana. dhe bëni kujdes po thirrën Ramanburg, Berishanburg nxirreni se më kishin bërë dhe mua portret dhe thoshin regjia, po flini Ramanburg, Berishanburg. kështu kanë thënë. Tani, okej, atë fotografi A ti pas këtë gjitha me inteligjencë artificiale. Se tani nëzore më shumë si nga i nati. Unë i kam Si që pasur- bërë tani? Ore, i bëjnë ata tani se duke bëjt gjitha unëra. Ore, kthej njërë kokën, kthej, Po e shoh, jaku i kjo. Ore, kthej njërë... Po jam është e njëjta. Jo është më e madhe. Shisa janë, Popullati, për. po e gëzhe popullat është. Po, Se po dëgjoj e klosin, duket shisa njerëz të lumtur ka Shqipëria, që dalin me familje, të gëzojnë, qetë, ku vendojnë, Po, s'është bëjnë shumë. meme. Shisa qa lumturie, morbur. Të gjithë aty janë derë nga lumturia, po dëgjoj e klosin. tani, kryeministi dhe po dhe të tjerë profesorës majorancës, por dhe zërat të tjerë, edhe kanë të drejtë tonë që duan, kanë edhe shumë teori, një pjesë e cila duken edhe konspirative, zoti Klasi. Për shembull, thuhet që qëndrojnë aktorë që nuk e duan Shqipërinë si Greqia, Serbia, Irani, deri dhe Sorosi këtu, shfutur. Sorosi e ka dashur Shqipërinë me thënë drejtën. Shumë kohë. Pse kanë përqafurë, pse janë këto teori tani? Po pse janë këto teori? Për sa kohë që... Më shkruajnë, janë me dron, jo me inteligjencë artificiale. Si janë reale vërtet. Janë me dron, o zotri, Aj shumë, ha? se ti s'tia dronin. Dhe njërë nëzirë, aj shumë vërtet. O Yli, vazhdoje se Ti këtë zakon aje këtë. ka gjithë kohën më talë. Po, këtë zakon këtë. Ore, po se besoj me vërtet që mund t'jena aj Për sa shumë. kohë që nuk ka një përfaqësi, për sa kohë që nuk ka një disa kërkesa të shkruar, për sa kohë që nuk ka një, le të themi, grupim që e merr përsipër protestën, të gjitha hipotezat zënë vend. Por përveç kësaj, ka fakte të vërtetuara tashmë, ka dhe përsa i përket kësaj pjesës së Iranit ka prononcim publik të zyrtarëve të lartë të atij shteti që diskutojnë përsa i përket protestës, por edhe në Shqip fare po donë, ndërkohë që ka një sër, le të themi, diskutimesh në vendet përreth nesh, që kanë të bëjnë me goditjen që i vjen Shqipërisë përsa i përket investimit në Zvërnec.
Pra, padyshim, pjesa diskutimi për turizmin është diskutim që duhet bërë shumë qartë. Shqipëria me realizimin e disa investimeve, si ai i Zvërnecit dhe disa tjera që është po ashtu i Porti Durrësit dhe disa investime tjera në këtë fushë, ndron ligën me cilën konkuron në turizëm. Investimet të tilla e ndihmojnë jo vetëm zonën ku bëhet investimi, po gjithë zinxhir, gjithë investimet që po bëhen në Bregdetin shqiptar dhe nuk janë të pakta investime. Do të klosi unë kisha te këto, te vendet që kanë ndryrë. Kemi prova? Sa përket, po prova është prononcimi i Ministrisë së Jashtme të Tiranës, që prononcohet që kjo për protestë. Ju përgjigje Ramës nuk ishte... Po mirë pra u prononcohen, u bën një diskutim. Përsa e përket gjëra të tjera, ne nuk jemi, thash, për sa kohë që nuk ka një, le të themi, strukturim protestës dhe një paraqitje publike të kërkesave dhe se kush e drejton, ka hipoteza, ka diskutime, ka, le të themi, pjesë të konspiracioneve, por është fakt që në këtë protest po paraqiten shumë grupime, njerëz që e duan të majtën, njerëz që se duan të majtën, njerëz që e duan të majtën amerikane, duan djathtën amerikane, duan investime, dhe zbashku sidomos në fillim në protestë ishin si ambientalistët që nuk donin që të zhvillohej në zonën e Zvërnesit, si ata që donin që të zhvillohej në zonën e Zvërnesit. Pra janë zbashku në protestë. Edhe mbase për sa kohë që protesta vazhdojnë që tjetë në këto karakteristika, pra pa orientuar dhe pa marrë një qëndrim, le të themi, gjysmë politik, por mos të një qëndrimi fort politik, por një qëndrimi strukturuar, pra që kohë do të ketë vazhdojnë në hipotezat edhe natyrisht futjet e elementëve tipeve të ndryshme. Futjet e elementëve të tipeve të ndryshme. Këto duhen, nëse i kemi konkrete, ne duhet të shfaqnja do të thoni, janë ndryrja serbe, janë ndryrja greke, janë ndryrja iraniane, dakord, janë ministri jashtëm, e gjitha, por, do me thënë, edhe një përgjegjësi duhet marrë klos në këtë histori, them unë. Ja, ta shikojmë si e mendojnë kolegët tani këti. Ja, ta them dhe këtë pjesë në përgjegjësisë. Ja, kjo për shembull, ma fotografia më të regon që kjo është fotografi që e ka patur The Guardian në faqen e parë. Ajo, po e ka bërë dhe ajo me inteligencë... Pa besueshme. Pastaj, po e ka bërë dhe ajo me inteligencë artificiale. Shisa e pa besueshme. Ka momente... E ke parë një herë bulevardin kështu? Ma kanë thënë më zotri tani, ma shkruajnë me dhe gjithë... Tret, jo, të rigje mu, pyetje kisha se u çudita se mu pyetje, po duken... unë tani nuk të përgjigjem do të... Super shumë. Po e ka bërë me inteligencë artificiale, edhe The Guardiani, pastaj e mori leshi këtë botë fare, pastaj. Shisa shumë janë.